Kjo që shikoni pas shpinës time ka qenë Bashkia e Fushkrujës, një bashki e cila mbledh rreth vetes 50.000 banor. Por çka ka ndodhur? Këtu e 10 vite të shkuara, vitin 2015, si pasojë e hartës territoriale, që për mendimin tim ishte një hartë elektorale, na ndodh që Fushkruja me 50.000 banor të kthehet në një njësi administrative. Gjithmonë kemi qenë Bashkia Krujë dhe Bashkia Fushkruj. Është shumë e rëndësishme, edhe një nga zotimet e mia të parë në rast se shkojnë në Parlamentin e Shqipërisë është pikërisht iniciativa për ta kthyer edhe një herë Fushkrujën në bashki. Nuk po kërkojmë asgjë më tepër, të kthehemi ashtu siç kemi qenë. Është një gjë që e kalon të majtën dhe djathtën. Është një gjë që na bashkon të gjithë qytetarëve të Fushkrujës, që është pikërisht kthimi dhe një herë në identitet i bashkisë Fushkruj. Ligji për referendumet e pamundson nga ana tjetër, sepse duhet ishin vetë qytetarët e Fushkrujës që të shprenin vullnetin e tyre në rast se do të ishin bashki apo nuk do të ishin bashki. Gjithsesi, çdo iniciativë ligjore duhet ndërmarrë që Fushkrujës t'i kthehet edhe një herë lavdia dhe kjo godin këtu të bëhet Bashkia Fushkruj, jo njësia administrative Fushkruj.